16 kërkime, 2 arkeolog gjejnë thesarin legjendar me vlerën e 138 milion dollarëve. 2 arkeolog amerikanë thonë se kanë zbuluar rënojat e një anije portugeze të shekullit të 18, e cila u sulmua nga piratët dhe u fundos në Oqeanin Indian me një thesar që sot vlerësohet mbi 138 milion dollar. Bëhet fjala për anijen Zonja Ione Kepit, e cila në vitin 1721 u nis nga India drejt Portugalisë duke transportuar një zëvendës më këmbës portugez, kryepeshkopin e Goas, rreth 200 sklevër dhe një ngarkesë të jashtëzakonshme ari, argjendi dhe gurësh të çmuar. Sulmi i piratëve dhe fundosi. Anija u zbulua pranë ishullit Reunion nga pirati famkeq Oliver Lavaseur, i njohur si The Buzzard. Pas një stuhie që e kishte dëmtuar ëndanijen, piratët arritën ta merrnin lehtësisht nën kontroll. Më pas ata e zhvendosën rreth 400 milje larg drejt perëndimit dhe braktisën pranë ishullit Nosi Boraha në brigjet veri lindore të Madagaskarit, i njohur dikur si Ile Saint Marie. Pjesa më e madhe e thesarit u grabit nga piratët përpara fundosjes. Sipas dokumentave historike, ngarkesa përfshinte shufra ari dhe argjendi, monedha, mëndafshe dhe mbi 400 gurë të çmuar, mes tyre 110 diamante dhe 250 smeralde. Zbulimi pas 16 viteve kërkime, arkeologët Clifford dhe Mark Agostini deklaruan në një revistë të njohur se kanë identifikuar vendodhjen përfundimtare të anijes pas 16 vitesh kërkime me sonar dhe teknologji të zbulimit në distancë. Sipas tyre, në vendin e gjetjes janë zbuluar mbi 3300 objekte përfshirë dhe pllaka fetare, disa që paraqesnin Virgjëreshën Mari dhe të tjera me mbishkrimin Jezusi i Nazaretit, mbreti i hebrejve, të cilët bazohet se janë prodhuar nga goat e Indis dhe ishin destinuar për katedralet e Lisbonës. Në zonë janë gjetur gjithashtu fragmente qeramike dhe monedha ari me mbishkrime arabe të mbuluara prej shekujsh nga rëra dhe balta në fundin e detit. Clifford deklaroi se identifikimi mbështetet në disa linja provash, përfshirë analizën e strukturës anijes dhe përputhjen e artefakteve me të dhëna historike. Megjithatë, zbulimi ende nuk është konfirmuar nga ekspertë të tjerë të pavarur. Nosi Boraha ishte një nga qendrat kryesore të asaj që njihet si epoka e artë e piraterisë. Ujërat e qeta dhe mungesa e kontrollit kolonial e bën ishullin një stre ideale për piratët, cilët e përdornin si bazë për të sulmuar rrugët tregtare. Sipas arkeologëve, në zonën përreth mund të ndodhen deri në 10 anije të mbytura, ndërsa të paktën 4 prej tyre besohet se ndodhen në të njëjtin post me Nosa Senhora në Okabo. Studiuesit shprehen se zona historikisht është anashkaluar nga kërkimet shkencore dhe se ka potencial për zbulime të tjera që mund të hedhin dritë mbi një nga periudhat më dramatike të historisë detare.